Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall për çdo gjë. Sot ditë e Xuma. Kurora e dhikreve të ditës Xuma është salavati dhe selami mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Andaj ta shfrytëzojmë këtë ditë maksimum në shtimin dhe shpeshtimin e salavateve ndaj Muhammedit alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.